kolega, në vijim të angazhimeve të qendrës ABA në shërbim të fermerëve shqiptar, sot jemi te njësia administrative Maminas për të trajtuar disa nga pikat kryesore të teknologjisë së kultivimit të kulturës së hudrës, si një nga perimet shumë të rëndësishme dhe me vlerë ushqimore dhe kurative. Sfari po bëj shkurt një prezantim të shkurtër të çfarë është qendra ABA, ja vlen që ta themi këtë dhe t'i bëjmë ftesë fermerëve të kudo nëpër Shqipëri që të bëhen pjesë, të regjistrohen në qendrën ABA pasi gjejnë këtu përkrahjen ndaj shërbimeve për kultura të ndryshme bujqësore, gjejnë zgjidhjen e problemit në mënyrë shumë të shpejtë. Është një portal digital që ka në përbërjen e saj specialist, ekspert të fushave të ndryshme të bujqësisë dhe të lektorisë, të cilët janë shumë të gatshëm që të shërbejnë fermerit në momente shumë të shpejta dhe kudo që fermeri e paraqet kërkesën në qendrën ABA dhe qendra ABA e përcjell në ekspertin përkatës fushës dhe në mënyrën më të shpejtë mundshme e merr përgjigje. E kemi konceptuar këtë demonstrim sot fushor në shërbimet kryesore të kulturës së hudrës, duke pas kryer para pak muajve një tjetër demonstrim në lidhje me përgatitjen e tokës, për zgjedhjen e thelpingëve për mbjellje, hapjen e kanaleve kolluese dhe ujitse dhe mbjelljen në kushte sa më të mira. Sot jemi në vijim të kësaj pikërisht për të trajtuar më në detaje për nevojat që ka kjo kulturë për shërbimet, por më së pari po flas shkurt edhe për rëndësinë që ka si kulturë perimore hudra. Hudra është sot prezente në të gjitha tavolinat dhe është bërë shumë domosdoshmëri, pasi ka veti shumë mirë ushqyese, ka përdorim në përmirësimin e shijes së gjeldrave të ndryshme, por ka dhe përdorim si kulturë, domethënë që ka vlera të jashtëzakonshme kurative, pra përdoret si pinë mjekësore në shërbim të jetës së njerëzve. Unë duhet të them që përdorimi në porcione të pranuara normale jep vetëm efekte shumë pozitive domethënë nga hudra, si rezultat i shërbimeve të mira që bën ndaj në luftën ndaj arteriosklerozës dhe është shumë e mirë edhe në normalizimin e tensionit të qarkullimit të gjakut. Prandaj ka vlera të jashtëzakonshme dhe në gjuhën popullore thuhet që hudra është një farmaci në shtëpi. Dhe në këtë kontekst unë i bëj thirrje fermerëve që ta shtojnë sipërfaqen e mbjellë me hudra dhe të kenë në konsiderat faktin që është një kulturë që dhe ta shpërblen, merr të ardhurat të kënaqshme. Duhet të bëj dhe një tërheqje vëmendje që edhe nuk duhet tepruar në fakt në përdorimin me shumë bollëk të saj, për arsye sepse mund të kthehet në disa raste dhe në problematikë, sidomos në të vjella, dhe prandaj duhet përdoret me porcione të pranueshme. Në mënyrë kategorike rekomandohet që nuk duhet ta përdorin nënat me fëmijë të vegjël në gjë, për arsye sepse mendohet dhe me sa duket jep efekte në prishjen e shijes së qumshit. Në vijim të trajtimeve të ndryshme vegetative që i bëhen kulturës hudrës, por që jemi këtu në një parcelë e cila realisht është mbjellë në kushte shumë të mira, dhe sot konstatohet që në mënyrë të domosdoshme kërkon ndërhyrjen me prashitje. Me prashitje dhe duke bërë njëkohësisht dhe largimin e barave të këqija. Për sa i përket rëndësisë së prashitjes, është një nga shërbimet më të domosdoshme, më të nevojshme. Dhe duhet të tërheqim vëmendjen që prashitja e parë duhet bërë në thellësi më të vogël, në krahasim me të tjerat pasardhëse, për arsye sepse sistemi rrënjor i hudrës është jo shumë i zhvilluar në fazat e para dhe natyrisht që mund të bëjmë domethënë dëmtim të bimëve të ndryshme. Prashitjet e tjera, duke u shoqëruar dhe me plerim plotësues azotik dhe mirë është që të përdoret nitrati i amonit, bën pak më të thella
duke krijuar shkëlqëmërinë ajrosin e mirë të tokës dhe të krijimin e kushteve shumë të mira për sistemin mbrenjor dhe për zhvillimin vegetativ të kulturës së hudrës. Është një kulturë e cila duke u mbjell në fillim të vjeshtës dhe do ketë përpara si periudhë edhe dimrin, edhe fillim pranverë, dhe në pjesën ndërmuese të vegjetacionit do duhet jemi të kujdesshëm që t'i krijohet një raport ujor i pranueshëm me kapacitet 60-65% kapacitetit ujëmbajtës i tokës dhe 70% kapacitet në lagështira ajrore. Janë ndërkushtet shumë të mira që bëjnë ndikim në rritjen e prodhimit dhe të rritjes normale vegetative të hudrës. Në këto kushte ku jemi në kushtet reale që rreshjet kanë qenë të shumta dhe të pranishme, eliminohet nevoja e ujitjes, por me mjaft kujdes duhet parë domethënë eliminimi i lagështirës së tepërt që realizohet më së miri me mënyrën e mbjelljes me paja, me vijat që shërbejnë dhe për ecjen dhe për kryen e shërbimeve, ashtu edhe ndërkohë edhe për kullimin e parcelës së mbjellë me hudrë. Ndër shërbimet shumë të rëndësishme për hudrën është edhe kontrolli i smundjeve dhe dëmtuesve. Duke qenë që parandalimi është shumë i rekomanduar në mbrojtjen me të rast nga smundjet dhe dëmtuesit. Kjo është një kulturë e familjes Liliace ku janë edhe preshje dhe qepa. Dhe paka shumë kanë të njëjtat smundje dhe dëmtues. Ku më kryesorët janë fuzarioza, ndryshku. Ndërkohë që si dëmtues ndër më kryesorët është nematoda. Pse ka shumë rëndësi qarkullimi bujqësor? Për zgjedhja e mirë e tokës, si duhet të jetë toka e lehtë dhe mesatarisht e lehtë, e kulluar, pra thuhet që tokat e bardha dhe me strukturë të lehtë deri në të mesme janë ndër më të rëndësishme dhe më të kërkuarat për hudrën. Ndërkohë që paralel me gjithë punimet duhet ta theksojmë që është shumë e nevojshme përdorimi i pleut organik, është shumë e nevojshme. Dhe në rastin konkret këtu qeka fiks fare siç ne po rekomandojmë është përdorur pleu organik i shpendëve, natyrisht i kalbur mirë, pra në përgatitjen e tokës për të mbjellë, dhe ndërkohë është vendosur edhe është hedhur edhe ple fosfatik paralel me pleun organik. Azotik, dhe që thamë është më e pranueshme dhe më e kërkuar mirë dhe më e rekomanduar është pikërisht nitrati i amonit, do e hedhin paralel me rrashitja. Në lidhje me kontrollin e ndryshkut. Ndryshku ka si karakteristik shfaqjen e njollave kafe në gjethet e hudrës, të cilat në infeksione të mëdha mund të shkaktojnë kompromentimin e prodhimit. Dhe thamë që masat agroteknike janë për zgjedhja mosparje thelpinëve, siç thamë, shëndetësor, pa sëmundje dhe pa nematodën, dhe pastaj distancat normale të mbjelljes me 20 cm rreshti nga rreshti, 10 cm brenda rreshtit, dhe ndërkohë nëse do lindi nevoja, rekomandohet përdorimi i lëngut bordoles në dozën 1%, që i trajton shumë mirë këto smundjet korporore, pra ndryshkun dhe fuzariozën. Lidhur me kontrollin e nematodës, që është ndër më të rrezikshme, ajo shkakton deformacion të kërcellit dhe deri në tharjen e plotë bimës, por që me kushtet kur ne kemi përzgjedhur thelpin më të shëndetshëm, kemi marrë masa për mbjelljen në distancat e caktuara. Qarkullimin bujqësor kemi zbatuar më së miri për periudhë 4-5 vjeçare, nuk do duhet kurrë që të mbillet pas kulturave të njëjtës familje si qepa dhe preshi, dhe natyrisht pas vetvetes, dhe jep garanci më të madhe për mos praninë e nematodës. Por që në disa raste lind nevoja që të përdoret preparate kimike me lëndën aktive metil, e cila jep ndër efektet më të mira për trajtimin e nematodës. Në momentet
kur në fillim të pranverës, në varësi të destinacionit të mbjell të hudrën, që mund të mbjellet në problematikën për ta vjenur si të njohur, por mund të vinë dhe thatë në kushtet e zbatimit të jeljes për të njohur, shkullet e tëra me gjithë rrënjën bëhet në tufa, duke u pastruar mirë nga papastërtit, bëhet në lidhje në tufa dhe kalohet në treg. Ndërsa kur do jetë e vjelur për në të thatë, prodhim të thatë, do shkullet kur dhe treguesi më normal është pasi 2 gjethet e para janë të fara plotësisht dhe gjethet e tjera kanë marrë në ngjyrën e të zverdhur. Lihen për 5-6 ditë që të thahen akoma më mirë dhe pastaj lidhen duke u bërë gërshet dhe dërgohen në magazina apo në vendet e rujtjes ku kërkohet që ambienti të jetë me temperaturë 3 deri në 4 gradë Celsius me një lagështirë, përqindje e lagështirës rreth 70% dhe temperaturat, siç tham, po qëse do ishin më shumë se 15-20 gradë Celsius, nuk rekomandohet për rujtje sepse kompromentohet rujtja dhe dëmtohet prodhimi. Unë duke ju falenderuar për vëmendjen, unë edhe i herë përfitoj nga rasti të bëj ftesë fermerëve të shqiptar. Kultura e hudrës është shumë e rëndësishme, të jetë të ardhura dhe për shans kjo është klima e Shqipërisë e lejon të mbyllet në pjesën ndërmuese të sipërfaqes të tokave bujqësore që ka Shqipëria. Faleminderit dhe mbarësi.